Duke ditur se dje ka qenë e pritur që do të mbahet pra seanca, është dedikuar pa kuptim se si presidenti i vendit në një situatë të tillë kaq të ndjeshme edhe politike edhe kushtetuese nuk ndodhet pra në vend, dhe unë besoj që në fakt çdo moment i humbur është mundësi e humbur për gjetje të ndonjë dalje nga kjo situatë, apo në skenarin tjetër nëse shkojmë drejt zgjedhjeve, që të mos humbet kohë më tutje me këto procedura. Ajo çfarë ka rëndësi është që 5 nëntori është data e fundit kur presidentja duhet të jap rrugë procesit aktual, dhe që në këtë drejtim, unë besoj që sa më parë që zhvillohen diskutimet, qoftë individualisht apo me gjitha partitë njëkohësisht, është më mirë për vendin sepse do ta kemi parasysh se cila është kohja drejt së cilës do të rrjedhin procedurat kushtetuese. Presidentja mund të komunikojë edhe përmes shkresave me kryetarët e partive politike. Nuk ka nevojë edhe të pritet që ajo të vijë dhe të konsultohet me partitë politike. Edhe në praktikat e mëhershme është bërë që presidenti i kaluar edhe në vitin 2019 ka komunikuar përmes telefonit dhe përmes shkresave me kryetarët e partive politike. Pra, nuk do të thotë që gjithsesi të konsultohet në takime fizike presidenta në mënyrë që të marrë informatën nga partitë se a janë të gatshëm që të formojnë një qeveri tjetër nga PDK, LDK, AK, Nisma dhe Komunitetet e Shumicës, ose sërish nga lëvizjeve të ndodhur. E para është se ka gatishmëri nga ndonjë prej palëve që të marrë mandatarin dhe të provojë pra për herë të dytë që të formojë qeverinë. Dhe në këtë drejtim duhet përmendur që ekzistojnë dy le të themi mundësi. E para është që presidentja e vendit në bazë të kriterjeve mbizotruese që ajo i ka në diskrecion të caktoj, të ja jap sërish mandatarin partisë së parë në mënyrë që njëta të provojë sërish ta formojë qeverinë, apo që këtë t'ja jap cilësdo parti tjetër e cila e përmbush kriterin mbizotrues të caktuar nga ajo, që rëndëm është përmes dëshmimit të numrave përmes nënshkrimeve nga ana e deputetëve. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka qartësuar në disa gjykime që ekziston mundësia që asnjë prej palëve të mos dëshirojë që ta marrë mandatin për formimin e qeverisë, që e bën pastaj të panevojshme konsumimin e procedurës si të tillë, dhe unë besoj mbi këtë bazë presidentja e vendit në rast se asnjë prej partive politike nuk shpreh gatishmëri, por as gjasa reale që ta formojë qeverinë, edhe presidentja e vendit mundet që thjesht të konstatoj mungesën e shumicës së nevojshme parlamentare, ta shpërndaj kuvendin dhe të caktoj datën e re të zgjedhjeve që duhet të mbahen brenda një afati 40 ditor. Mbi bazën e këtij afati 40 ditor që është afat kushtetues, gjasat më të mëdha janë që zgjedhjet do t'i kemi në mes të 7 dhe 14 dhjetorit të këtij viti,